të një hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot luteni Allahun edhe të jeni të bindur se Allahu e pranon lutjen tuaj, sepse Allahu nuk e pranon lutjen që del nga zemra e cila është e shpërqendruar edhe është në gaflet. Është domethënë e shkujdesur. Domethënë nëse e marrmi kështu si numërimi i teksteve, është një numër i madh, ndoshta s'mund ti përfekojmë këtë tekste sot, ti qesim edhe ti numërojmë gjitha ato tekste. Kjo çka e përmendet deri tani lidhe me lutjen, me duan. Domethënë aq reagon çështja e ndjenjes, saqë edhe lutja tek Allahu nuk zë vend nëse njeriu nuk e ka ndjenjen me vete. Ti lutesh Allahut me bindje se ai lutje është përgjigjet, e pranuar. Dhe këtu pastaj mund të thotë dikush, por unë jam lut për shumë herë, dhe ato lutje që ja kam parashtruar Allahut dhe shoh që shumë prej tyre nuk më përgjigj. Ata kam qenë shumë i përkushtuar me ato. Ta dim se lutja tash është një temë këtë në vete, mund ta bëjmë një emision në veten lidhe me lutjet, kushtet, para kushtet, përsëri do të më na thirrën. Pengesat e pranimit të lutjes. Se vi këtë çajin ata mbajmë, ta ndrojmë diçka tjetër. Sot këtë çaj vazhdon edhe muhabeti. Edhe se në çfarë forme i përgjigjet Allahu lutjeve. Ka lutje që Allah ta përgjigjet më një herë. Ka lutje që Allah nuk ta jep shkaku se e di Allahu gajmin. E di të ardhmen, në nuk ta jep për një të mirë tënde, që është më e dëmshme për ty. Ose fundi fundit, sikur që ka në paradis, se Allah ta deponon atë në ditën e Kiametit. Ose ta lëm këto me një anë që ka pas mundësi me të ndodhë me atë duan. Padyshim. Ta lëm këto me një anë, si llojet e lutjeve që përgjigjet Allahu dhe mirë po. Njeriu nëse vetëm lutet dhe i shpreh fjalët pa i medituar se çka flet, edhe çka pritet pas asaj lutje. Ose njeriu lutet edhe i thot fjalë shumë mirë, ndoshta i thurr shumë mirë ato fjalë, ama nuk i ka kushtet për të pranuar ajo lutje, sikur që ka në hadithin, mat'amuhu haram, sharabu haram, gudhje bil haram. Këtë ushqimi, pija, veshja ti është haram, çysh më u përgjigj atij lutje? Domethënë pengesat janë nga vetvetja jonë. Nëse vetë na janë pengusi lutjeve tona. Kështu që hadithi ka të bëjë për një pikë që është tema jonë sot. Është me ndje lutjen që ti atë fjalë që e thu është duke dëgjuar Allahu dhu xhelal. Dhe me bindje se Allahu vetëm ai mund të më përgjigj. Se Allahu e bën të pamundur, çka është për neve pamundur, dhe Allahu i thën për hatër lutjes sonë dhe ligjet e gjithësisë universale. Por ato gjithçka është e mundshme. Kun fe e kun. Bota, nëse na lutemi me këtë bindje Allahu dhe ta dim se atëherë do të kemi përgjigje më ndryshe të lutjeve tona. Ama nëse i lutemi Allahut me dyshje, atë çfarë pritet? Nuk është ajo e njëjta sikur që i lutet dikush tjetër me bindje. Kjo është ka u përmend deri tani për lutje. Më shkam e vëren më shumë dhe më shumë ti e rreh këtë pikë është çështja e namazit. Me të vërtetë prapë po sill me rreth namazit. Çfarë është boshti ibadeti kryesor? Varet se është praktika më e shpeshtë e jonë brenda ditës, si një ibadet më i shpeshtë e joni. E shikojmë 5 kohë të namazit. Nuk janë rastësisht vendosur një në mëngjes, tjetra në drekë, tjetra në qindje akşam dhe yatsi, që ti dita jote me qenë përkujtim me Allahun dhe xhelal. Namazi sabahut është thjesht e venduar në ezan, se namazi është më i mirë se xhumi. Para më çfarë përjetimi është për ai i cili zgjohet, e prish xhumin, ose përmend ajetin kuranor, apo ata që zgjohen me ngritën për shtratit të tyre. Ndjenja është ajo. Domethënë vetëm nisja e namazit me tekbirin fillestar, Allahu Akbar. Nëse e kuptojnë çka do të thonë fjala Allahu Akbar. Domethënë haroj krejt, liro prej këtë preokupimeve, liro prej këtë telashe. Je i përqendruar para Allahut xhelal tani. Sikur që hadithi pejgamberit sa njeriu kur falet, do të qëndron para Zotit apo. Dhe e humb këtë privilegj momentin që nis me domethënë koncentrimi i tij. Shikon anash, majtas, djathtas, humb koncentrimi, përkushtimi edhe pastaj humb edhe privilegjet e tij që qëndron para kujt? Para Allahut xhelal. Kështu që ndjenjat e ibadeteve sipas këtyre haditheve të pejgamberit alayhis salam e shohim sa ndikimi të madh jep domethënë ibadetit për ta përjetuar, sidomos hadithi pejgamberit sa hadith kutsi që është
Se Allahu ka nda namazin në dy pjesë. Edhe te surja Fatiha e vërejnë një të ndarje. Në ajetet e para flitet për Zotin e Madhreshëm. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Lavdrimit i takon Allahut, Zotit të gjithësisë, Zotit të botrave. I pare, i dytë dhe i tretë ajet flet për Allahun në formën e dikujt që është më larg nesh. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik ai është sunduesi. Tash ajo pjesa e parë që e çon në hadith kutsi Allah për mua është ajo. E kur të nisin lutjet mes njeriu dhe Allahut janë në formën e vetës së dytë. Sikur që i drejtohet njeriu dikujt që me cilën diskuton, bisedon. Iyyaka. Kjo është forma që e thënë mukhatab, bashkëbisedim bën ti. Ty o Zot adhuroj. Pe ti ndihmë kërkoj. Kërkon udhëzimin e Allahut, kërkon kështu me radhë. A thon e shohim çfarë ndjenjë të jep ibadet nëse mendohet mirë se kujt po i qëndron përpara. Sikur që e dim sahabët ose më duket është flitet për Aliun radhiyallahu anhu. Kur është bë gati me hin namaz, e kanë poshtë zverdh. Ka thënë çka ki mos është diçka dëni problem shëndet jo, ka thënë, a se dik para kujt kina me qëndru tani? Ata ndryshe kanë pas ibadetin. A thonë, një ibadet i tillë nuk i shkon njeriu në ndërmend hajde sa më shpejt ta sosi e të lirona. Po një ibadet i tillë thot e kryta këtë namaz ku t'ja filloj tjetrit. A thonë, është i lidhur për ibadetin. Edhe mungesa e këtyre ndjenjave pastaj sjell pasoja negative, sikur që është do thonë hadithi pejgamberit se njeriu falet e ndoshta nuk i mbetet nga namazit një 10, një 9, një 8, një 7. Do thonë varet prej këtë përkushtimit. Edhe hadithi tjetër, edhe për agjërimin që flitet se sa njerëz ka që agjërojnë, nuk mbetet nga agjërimi i tyre vetëm se uria. E sa njerëz që ka që falen, nuk mbetet nga namazit tyre vetëm se kanë ngritur natën pa gjumë. Humbja e asë shpirtërores brenda namazit. Pra i ka privilegj, vetëm nëse mediton. Do thon pitë tekbiri fillestar ditë selam me kiç ka mediton. Allah e bashkëbisedimi me Allahun, e lutjet e sejdja që është pozita kur është njeriu më afër Allahut subhanahu wa taala, nuk bën me harru asnjëherë këto një njeri. Do thon vetë nëse meditojmë rreth veprimeve dhe suneteve, ato që janë vaxhibat edhe ruknet e namazit, mjaftojnë që t'ja rikthejmë namazit atë shpirtërorën edhe kur themi Allahu Akbar, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal A'la, Sami Allahu liman hamd. Këto këto porosi mesazhe të cilët do të më qenë vetëdijsuese për neve që ta përjetojmë namazin sikur më të vërtet një ibadet i veçantë. Nuk është diçka e thjeshtë, nëse ajo është ibadeti për të cilin Allah ka në vetë pyetje e parë në ditën e gjykimit dhe gjykimi i parë do të jetë për namazin. Kjo tregon se sa rëndësi të madhe ka dhe njerëzit, besimtarët dhe ne, hoxhallar të gjithë në përgjithësi me pas kujdes me këtë ibadet edhe ta përjetojmë ashtu si duhet, sepse siç e thave ti hoxh shpend, njeriu ka me dalë në ditën e gjykimit e ka pasë nga namazi nuk i është shënuar, nuk i është shkruar një 10, një 9, një ose si ka thënë pejgamberi sa vjedh si më i keq është ai i cili vjedh nga namazi i tij. Po, sa ditë tjetër të bëhet namazit edhe i hudhët. Sfal. Për fytyrë.